Ai momenti, të gjithë e njohim apo jo? Jemi në mes të një filmi super interesant, një takimi të rëndësishëm, ose thjesht rehat në divan dhe ja ku vjen ajo nevoja e famshme. Por, a jemi ndalur ndonjëherë të mendojmë se çfarë i bëjmë trupit ton kur thjesht vendosim ta injorojmë atë sinjal? E po, pikërisht për këtë do të flasim sot. Sigurisht që na ka ndodhur të presim. Është një ndjesi kaq e zakonshme saqë pothuajse nuk i kushtojmë rëndësi. Por, a ka vërtet një rrezik real kur e mbajmë urinën? Le të zhytemi pak më thellë në shkencën që fshihet pas kësaj nevoje të përditshme dhe të shohim se çfarë thot ajo. Mirë, para se të arrijmë te pjesa e frikshme e rrezikeve, duhet kuptojmë se si funksionon i gjithë sistemi. Le ta ndjekim pak të udhtim të urinës nëpër trup. Është një proces biologjik vërtet mbreslënës kur e mendon. Pra, ja si ndodh. Çdo gjë që pim, trupi ynë e proponon dhe merr lëndët ushqyese që i duhen. Pjesa tjetër, mbetjet dhe uji i tepërt, i kalojnë veshkave. Këto veshka janë si ca filtra super të zgjuar. Ato pastrojnë gjakun dhe prodhojnë urinën. Më pas, kjo urinë zbret përmes dy tubave që quhen ureter dhe shkon drejt në stacionin e fundit, le themi, fshikza. Dhe kjo fshikza, mënyra më e mirë për ta përfituar është tamam si një tullumbace. Seriozisht, sa më shumë urinë mblidhet, aq më shumë ajo fryhet dhe zgjerohet. Kjo ide e thjeshtë e tullumbaces na ndihmon të kuptojmë tamam atë ndjesinë e presionit që rritet pak nga pak. Okej, ndërsa kjo tullumbace biologjike fillon të mbuset, trupi fillon të na dërgojë mesazhe. Dhe nuk është vetëm një mesazh i vetëm, por një seri paralajmërimesh që bëhen gjithnjë më insistuese. Le t'i shohim me radhë këto sinjale. Gjithçka nis kur fshikza mbushet me rreth 150 ml. Kjo është sa një filçan i vogël kafeje, pak a shumë. Në këtë pikë, muret e saj shtrihen aq sa për t'i dërguar një sinjal të parë të rurit. Është si një mesazh i sjellshëm. Hey, ndoshta duhet të mendosh për një tualet së shpejti. I butë, por shumë i qartë. Po, ç'ndodh kur e injorojmë atë mesazhin e parë të sjellshëm? Kur sasia arrin diku te 400 ml, kjo është sa një kanashe pije freskuese dhe pak më shumë, presioni bëhet serioz. Ktu fillon sikleti i vërtet. Nuk është më një sugjerim, por një kërkesë goxha urgjente nga trupi. Dhe pastaj vin tek zona e kuqe. Po flasim për 1 litër të tërë urinë. Kjo është kapaciteti një shishe të madhe uji. Në këtë pikë kemi kaluar pragun kritik. Rreziku për komplikacione të rënda, madje edhe për një çarje, bëhet real. Trupi është në një stres të jashtëzakonshëm. Pra, çfarë ndodh realisht kur kjo gjë bëhet zakon? Kur e shtym trupin ton vazhdimisht përtej këtyre kufive, pasojat shëndetësore shkojnë shumë më larg se një siklet i thjeshtë dhe mund të jenë, le të themi, as pak të këndshme. Dhe rreziqet nuk janë të pakta. Më i njohuri është infeksioni i traktit urinar ose ITU. Por, nëse mbajtja bëhet kronike, mund të përfundojmë me një fshikze që shtrihet aq shumë sa nuk kthehet më në formën e saj normale. Kjo do të thotë që nuk zbrazet dot plotësisht. Përveç dhimbjes, kjo mund të ketë pasoja edhe më të rënda. Presioni mund të bëjë që urina të kthehet lart, drejt veshkave, duke shkaktuar dëme vërtet serioze. Le të ndalemi pak te këto infeksione të traktit urinar. Pse ndodhin? Imagjinojeni fshikzën e mbushur plot si një pellg me ujë të ndengjur. Bëhet ambienti perfekt që bakteret të festojnë dhe të shumohen. Kjo u jep atyre kohën dhe vendin ideal për të krijuar një infeksion goxha të dhimbshëm. Përveç infeksioneve, kemi edhe një problem tjetër, le të themi mekanik. Kujtoni atë analogjinë e tullumbacës apo të një elastiku? Nëse e shtrim vazhdimisht e pa pushim, ai e humbet elasticitetin. E njëjta gjë ndodh me muskujt e fshikzës. Dhe kur kjo ndodh, bëhet shumë e vështirë të zbrazet plotësisht, gjë që, siç e tham, rrit sërish rrezikun për infeksione të tjera. Është një rreth vicioz. Mirë, tani le të flasim për atë pyetjen që me siguri të gjithë e kemi në mendje. A mund të na plas fshikza? Kjo është si skenari i filmave horror apo jo? Le të ndajmë një herë e mirë mitin nga realiteti mjekësor. E vërteta është kjo. Rreziku që fshikza të plas është jashtëzakonisht i vogël. Pse? Sepse trupi ka një plan B. Shumë kohë para se të arrihet në atë pikë kritike, shumica e njerëzve thjesht e humbasin kontrollin. Është një mekanizëm mbrojtës. Kjo nuk do të thotë se nuk mund të ndodhë kurrë. Në raste tepër të rralla, mund të ndodhë një çarje dhe kjo është një urgjencë mjekësore absolute që kërkon operacion të mjehershëm. Por përsëri është tepër e rrallë. Pra, pasi I kaluam të gjitha këto, nga shkenca, te rreziqet, cili është mesazhi kryesor? Çfarë duhet të mbajmë mend? Në fakt, është diçka shumë e thjeshtë. Duhet të dëgjojmë trupin ton. Kaq. Ai do të na jetë shumë mirënjohës për këtë. Kështu që
Herën tjetër që vjen ai sinjali, sado i papërshtatshëm të jetë momenti, mos nguroni. Bëni një pushim të vogël dhe shkoni në tualet. Të dëgjosh trupin nuk është shenjë dobësie, përkundrazi, është një nga gjërat më të mira që mund të bëjmë për veten tonë. Dhe kjo këshill vlen sidomos për situata specifike, siç janë udhëtimet e gjata me makinë. E dim të gjithë si është. Plani më i mirë, një ndalesë e shkurtër çdo 2 orë, pak a shumë. Kjo jo vetëm që na jep mundësinë të çlodhim këmbët, por jep edhe fshikësës atë pushim të nevojshëm. Dhe për ta mbyllur, ja edhe një fakt bonus, një këshill praktike. Herën tjetër, hidhni një sy ngjyrës së urinës. Po, seriozisht, është një tregues fantastik për të parë sa të hidratuar jemi. Nëse ngjyra është e qartë ose verdhë e qelët, gjithçka është në rregull. Por nëse është e verdhë e errët, ngjyrë qelibari, ky është sinjali i trupit që thotë: "Më duhet më shumë ujë." Një kontroll i thjeshtë shëndetësor që secili prej nesh mund ta bëjë çdo ditë. Dhe kjo na sjell në një pyetje të fundit për të menduar pak. Në teori, të dëgjosh sinjalet e trupit duket gjëja më e thjeshtë në botë, por në praktik, në atë vrrullin e përditshmërisë, sa shpesh i injorojmë këto sinjale. Pse është kaq e lehtë ta anashkalojmë ato që trupi ynë po mundohet na thotë? Ky është një mendim i mirë për ta pasur parasysh herën tjetër që ndiejmë atë nevojën e njohur.